Gjyqtarja e posaçme Elsa Ulliri është përzgjedhur nga shorti elektronik si kryesuese e trupës që do të gjykojë akuzat penale ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Jamar Maltezi dhe disa të pandehurve të tjerë lidhur me dosjen e njohur me emrin Partizani, ndërsa si antar të trupës janë gjyqtarët e posaçëm Bibën Dreca e Rudina Palloj. Shorti u hodh këtë të hënë pasi gjykatësia paraprake vendosi kalimin për gjykim të dosjes penale, po këtë të hënë ish-kryeministri Sali Berisha u paraqit në SPAK sipas urdhërimit të gjykatës. Kreu i Partisë Demokratike nuk i kurseu akuzat ndaj drejtuesit të prokurorisë posaçme për lidhje me grupin që u godit së fundmi në Durrës në kuadër të operacionit Ura. Me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, kartelit Troplini, Altin Dumani do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli. Ish-kryeministri deklaroi se SPAK nuk është asgjë tjetër veç se një seksion i kartelit kriminal që kontrollon portin e Durrësit. Do të shpallet seksion i kartelit Troplini. Do të shpallet seksion i kartelit më të fuqishëm të drogës në Europë, karteli vetëm që administron portin kryesor të vendit, portin e Durrësit. Kryedemokrati Berisha akuzoi sërish gjyqtarin Irena Gjoka, e cila sipas tij ka dorëzuar në veting dokumenta të falsifikuara për të justifikuar pasurinë e paligjshme. Dhe kjo kontratë është pranuar si dokument zyrtar nga vetorët e Edi Ramës për të justifikuar paratë e saj të krimit dhe për ta mbajtur në shërbim. Ish-kryeministri është marrë i pandehur për akuzën e korrupsionit kryer në bashkëpunim me dhëndrin e tij Jamar Maltezi, që lidhet me procedurat e privatizimit të ish-kompleksi sportiv Partizani.